nisur në Tiranë edicioni i dytë i festivalit Buke Zemër që ka sjellë në vendin tonë arkitekt nga e gjithë bota. I pranishëm ishte edhe Kryeministri Edi Rama që tha se synimi është që zhvillimi të jetë në harmoni me natyrën. Në festivalin Buke Zemër që bën bashkë arkitekt nga e gjithë bota këtë të njëjtën në Tiranë, Kryeministri Edi Rama u ndal tek çështja e mbrojtjes së natyrës, që është kthyer ndër më të diskutuara gjatë ditëve të fundit në vend. Sipas kreut të qeverisë, zhvillimi duhet të jetë në harmoni me natyrën. Të dëgjojmë njëri tjetrin për mënyrat si mund t'i tejkalojmë këto kufi, si mund të hedhim hapa të mëtejshëm për të provuar se ruajtja e natyrës nuk është në asnjë kohë dhe askund një qëndrim që nënkupton që është njësoj me mos-zhvillimin. Ruajtja e natyrës duhet të ketë bëjë edhe me zhvillimin në harmoni me natyrën, jo për ta vendosur natyrën në shërbim të njerëzve, por edhe për t'i vendosur njerëzit në shërbim të natyrës, të ndërtojmë dhe të mbjellim, t'i bëjmë njerëzit të ndihen të ftuar dhe të mirëpritur në natyrë. Rama vlerësoi punën që arkitektët bëjnë për të transformuar jetën urbane, ndërsa kujtoi edhe sulmet politike të lidhura me projekte të ndryshme zhvillimi. Është e jashtëzakonshme se si ju arrini ta zhvilloni një qytet. Duke ju falenderuar shumë që i keni besuar kësaj përpjekje, jeni këtu dhe e di se në fillim ishit kureshtar të më shiknit mua, ndërsa tani ju bën Shqipëria të ktheheni. Dua të them se kam patur sulme edhe të egra politike, kuptohet, por ja vlen të përballosh këto sulme që të ecësh përpara. Festivali Buke Zemër mbahet për të dytin vit të radhës në kryeqytetin shqiptar. Arkitekt nga Europa, Azia, Amerika e Veriut dhe ajo e Jugut, të cilët punojnë në Shqipëri, ndajnë eksperienca dhe diskutojnë sfidat e zhvillimit urban e social të ditëve të sotme, për të kontribuar në formulimin e politikave dhe masave në funksion të transformimit të vendit, por jo vetëm.